Dëshmi dhe materiale të shumta tash e shumë vite ruhen në arkivin komunal të Suarekes, edhe pse hapësira është e pamjaftueshme për sistemimin e të gjitha lëndëve arkivore. Arkivi është themeluar me qëllim që të grumbulloj, evidentoj, ruaj, rregulloj, publikoj lëndë të ndryshme komunale, të cilat janë në shfrytëzim të qytetarëve varësisht prej kërkesave të tyre. Haxhi Mamaj, menaxher në këtë institucion, thotë se në depo të arkivit ruhen materiale që nga vitet e 50-ta, përfshirë lëndët nga fushat e pronave, kurorëzimit, dosje personale e shumë të tjera. Zakonisht kemi më shumë material të pronav, se pronat është një problem në gjithë Kosovën, dihet ish sistemi. Kemi kunorizimet, i kemi lindjet, i kena dosjet personale, i kena leje ndërtimore të gjitha ndërmarrjeve i sistemit, po edhe shtëpive private që kanë marrë leje ndërtimore të disponim të gjithat, edhe jemi bukur mirë të pajisur dhe janë të ruajtura, dhe natyra tjera ndryshme që ma vonë mas shtirimit që kemi bo. Në metrë gjatësi, kanë qenë arkivi regionali prezidentit e ka regjistru, kemi mbi 300 metra lineare në metrë gjatësi që është regjistru nga arkivi regionali prezidentit. Gjitha vite kuptohet materialit. Tani jemi në depon e arkivit komunës Suarekës. Ky është material pasiv, i cili ruhet me afatet të caktuar nga Arkivi Shtetëror i Kosovës, i kemi shenjat e klasifikimit. Tu në komunën tonë fillojmë materialin nga viti 1962, edhe fillon me etapa ndryshme. Kemi material, ky material i tërë këtu që është i skanuar, ky është material i pronav dhe ka afat të përhershëm të ruajtjes. Ky është projekti i gjykatës komunës Suarekës, është me afat të ruajtjes të përhershëm, është projekti i vitit 1968. Kështu që ne kemi me afat të përhershëm, kemi materiale tjera, kemi materiale të vendimeve të lindjeve, po ashtu vitit 68, i cili ruhet me afat të përhershëm. Dhe kështu që masandej kalojmë këtë pjesën këtu, kemi dosjet personale. Dosjet personale kemi me afat 70 vjeçar, të cilat janë fut në skanier edhe shumë lehtë furnizohen çdo person që vjen për me uazu materialin nga dosja personale. Edhe për kundër vjetërsisë së dokumenteve dhe kushteve jo të përshtatshme për punë, stafi i arkivit këto lëndë i ruan me përkushtimin më të madh për të gjithë të interesuarit. Kjo lëndë e vitit 1963, mujna edhe mi fletue, gjitha vendimet që janë marrë në kohë të vitit 1963. Shumica e lëndëve janë në gjuhën serbo-kroate, shumë pak kemi lëndë të cilat nga viti 63 që kemi në gjuhën shqipe, edhe vendimet të ndryshme. Po ashtu e njëjta natyrë është edhe të lëndë tjera. Të disa lëndë kemi material më shumë, të disa më pak, kemi edhe fitat poseduese në rastet caktuar, në disa raste mungon, kemi shumë vendime nga komisionet që ju ka dhënë pronarit, vendimi tjetër i ndërmarrjeve publike ja ka refuzuar pronarit, kështu që është një problem me pronat shumë i pazgjidhur dhe shumë problem në komunën tonë, si çdo komunë tjetër të Kosovës. Po, a është vështirë për juve si staf të siguroni apo të nxjerrni një material, ndoshta nëse e kërkon dikush për shkak që ka shumë materiale? Jo, ne një pjesë që e kemi të digitalizuar, e krymë shumë shpejt, po dhe pjesën tjetër materialet i kemi fut në Excel, dhe si cilës dosje, si kur ky rasti kësaj dosjes, ja kemi dhënë nga një numër, kemi material me 20-30 dosje, vetëm hym në Excel, me emër e biemër, del materiale e marrim dosjen e furnizojmë edhe nuk ka rast që ne i thëjmë për nesër më arë në arkiv, mrena 15 minuta gjysore kryen gjithë formaliteti dhe pajisët çdo palë me materialin e kërkuar. Kjo dosje tani që e mbajmë në duar është dosje për paraqitjen mbi lindjet e vitit 1956 që ne e disponojmë këtu në komunën tonë. Dhe kemi shumë raste që në librin am mungon materiali dhe ne e pajisim me dosjen që mbajmë. Këtu kemi një material arkivor e ish detentivave të Jugosllavisë, të cilët neve na shërben shumë për palët tona të cilat nuk mujnë me has ose me gjetë ofiçare në gjendjen civile në libër, me këtë detentiv i kemi të gjitha të dhënërat, me numër të faqes librit, me vit regjistrimit dhe me këtë material me këtë detentiv i pajisim qytetarët me kopje,
të cilët shkojnë në gjendjen civile dhe furnizohen me regjistrimin e tyre që ka në libra TAMS. Për shkak se të mungesës hapësinës në depën kryesore, i kemi këtë zyra një sasi të materialit. Kryesisht materiali i pas luftës është, ka të bëjë me lindje, vdekje, kunora, gërmëzim, gjitha këto i kemi qitë, po për shkak mungesës hapësirës e kemi zonë edhe këtë zyre këto me material, se nuk kemi hapësirat mjaftueshme për shkak se objekti po shihet që është i vjetër, i ndërtuar dhe nuk kemi mjaftueshëm hapësira. Shef Kibungu, zyrtari i arkivit, thot se për shkak të numrit të madh të lëndëve arkivore, hapësirat alternative janë të domosdoshme. Edhe në këtë zyre kemi materialin pothuajse i njëjtë, për shkak se të mungesës hapësinës në depën kryesore, i kemi këtë zyre një sasi të materialit. Kryesisht materiali i pas luftës është, ka të bëjë me lindje, vdekje, kunora, gërmëzim, gjitha këto i kemi qitë, po për shkak mungesës hapësirës e kemi zonë edhe këtë zyre këto. Ky arkiv funksionon që nga viti 2009. Para viti 2009, të gjitha pagesat që janë bën thesar të Kosovës janë bën në regionin e Prizren. Dhe nga viti 2009 është vendosur ky këtu edhe pagesat bëhen në Suarek. Kemi memorandum me Ministrinë e Financave që të mos përzihet ky material me materialin tjetër të komunës. Në këtë vit, auditori jashtëm e ka lyp mbi 200 landë. Një ashtu edhe auditori brendshëm i ka kontrolluar mbi 200 landë. Janë të gjitha pagesa të gjitha komunës Suarekës që bën pagesat, të gjitha tenderët, të gjitha shpenzimeve tanake, këtu i kemi në këtë material që po gjendet. Zyrtarët e arkivit komunal të Suarekës thonë se digitalizimi të gjitha lëndëve arkivore është i domosdoshëm dhe i mirëpritur, jo vetëm për stafin, por edhe për qytetarët, për një qasje sa më të lehtë.